gjithë problemi u kris kur zoti Rama nuk dha okejn Spakut për zonjën Balluku. Aty fillon, ajo është pika e rëndësishme. Dhe zoti Rama të tjerët ju ka thënë që vazhdoni betejën me drejtsinë, por zonjën Balluku nuk e bëri. E para ka një keq interpretim me dashje këtu. Pse? Para punës Rama ka gjyku bashkë me mazhorancën dhe është në gjykimin e vet. Ligjërisht është në gjykimin e vet. Spaku ja kërkon parlament. Parlamenti e peshon atë, nuk e thot në mënyrë qorras, prit se po ta jap. Jo, pse nuk veproi si të tjerët që vazhdoi këtë tip betejë me drejtsinë. Shpërndërimi i detyrës që duhet ndryshohet mund të çojë në arrest çdo prej nesh. Shpërndërimi i detyrës. Kushdo që ka një post qeveritar edhe vet drejtuesin e SPAK mund ta çojë, që nesër. Problemi është tu që nëse ti akuzon për korrupsion apo për shpërndim detyre. E kanë nda qartësisht... Duke thënë, nëse akuza do ishte korrupsion, Rama duhet ta lëshonte? Do kishte dhënë. Po nuk është akuzuar për korrupsion. Dhe e dyta... Po për çfarë ishte shpërdorim detyre tani, të lutem? Një minutë, jo, të lutem. Po më varet tani e dyta nuk ka ndërhyr fare në tim. Hetimi vazhdon, gjykimi vazhdon. Që problemin e Jo, vazhdon, po... Nesër mund t'jepet një dënim. Standardi ka ndryshuar, më? Jo, s'ka ndryshuar fare. Po ka ndryshuar, sepse Ilir Beqa, Erion Velia, të tjerë, ai tha vazhdoni betejën tuaj. Më falni, ka një problem me memorin tonë. Këtë histori e shpikem ne, mazhoranca, Partia Socialiste e Shqipërisë. Po prapë, se mbajtet? Një minutë, e mbajtëm prapë. Jo, se mbajtëm? Jo, ne erdhëm dhe vendosëm për herë të parë në Shqipëri standardin ku qytetari i thjeshtë dhe pushtetari më i lartë shkon te drejtësia. Ne e kemi sjellë. Okej, po. Ne e kemi sjellë. Po. Dhe ne për një rast... Po zonjë Balluku nuk e zbatuar. Për një rast ne nuk jemi të bindur se arresti është zgjidhja. A do deri tani ishit bindur tani me zonjë Balluku jo? Arresti ka një linë tjetër ku mund të ndiqet, është në gjyq. Në gjykat mundet që të vendoset arresti me dënim. Pra ka një vend ku ne nuk hym dot. Dhe ne nuk e kemi pengu këtë rrugë. Pra po ta kishim pengu këtë rrugë, ne nuk kemi të bindur për shembull që për shpërim detyre do shkojnë arrest. Jo zonja Balluku, por kërkush. Tani, nëse vjen nga Spaku një kërkesë me akuzën korrupsion, ju në mendimin që zoti Rama do ta do t'jap okej? Për korrupsion është tjetër gjë, pastaj ka gjykim tjetër. Do t'japi okej? Ka gjykim tjetër tash, nuk jam deputet. Ka gjykim tjetër. Ju jeni deputet, ju jeni politikan i rangut lart, nuk keni kryetar bashkisë së Lezhës. Mos thirr këtu të vendos unë për 140 vjet në parlament. Po jo, ju quheni Piri Ndreu se ju keni qenë në parlament. Unë të thash ka gjykim tjetër, kaq për korrupsion. Ndërsa për shpërndim detyre duhet pak ky punë se për shpërndim detyre jo çdo pushtetar mund të shkojë burg. Tani, ky është problemi i dytë. Por ne edhe një herë, ne jemi mazhoranca e vetme që sollëm stekën deri këtu. Dhe prishet me zonjën Balluku. Ja, nuk prishëm asgjë fare. Prishet zoti Ndreu. Ja, tani lutem tani. Ky është perceptimi i gabuar. Jo, s'është perceptim, ky është fakt. Dhe fakti është shasijuar si imi. Çështja penale a vazhdon? Po vazhdon pa jo, ai deputete. Fal, po le të jetë më. Gjykimi vazhdon. Po ç'a ndryshon në ndërhyrjen? O zoti Ndreu, unë jam i bindur që po të ndodhte ky larg qoft ty kjo, ti kishe lënë mandatin, i kishe lënë detyrën te, ç'e vajt atje. Ti se ke pas fare standardin më. Ti se ke afru pushtetarin deri dje. Atëre bravo që ju e vendosni standardin. Pse prish? Ne e sollëm Shqipërinë në ditën kur ti si pushtetar dhe ti si qytetar shkeni një lloj. Dhe ti ma kthen muket. Kjo është absurd. Dhe dele thu pastaj. Dele thu se kjo e ka gjysmën e qeverisë burg, por ne mos i hapëm rrugën. Do ta mbyllim nesër, ne 85 vota i kemi. Kur të donë, ne mbyllim nesër. Do ta mbyllim nesër. Qeveria ka se mund ta mbylli, Po, e mbyll nesër. Po doni, ë? Po se bëjmë ne. Po nuk e bëjmë se kemi kriju vet. Dhe ne kemi kriju duke pas parasysh edhe kostot që do kishte PS-ja mbrana. Si kujtoni ju se nuk e kemi llogarit kostot tona, po që për 10 vjet parashkruan gjithë krimet e kohës së qeverisës së PD-s. Dhe si vjet ne, domethënë 10 vjet e pas, ne hashim kosuret e qeverisë tonë në SPAK, edhe këtë kemi llogarit. Por ne kemi bërë kompromis me standardin, jo kompromis me e keni bërë, po e keni prishur. Kalojmë një temë tjetër. Zoti Ndreu, ti ke formim në polici, ke mbaruar akademinë dhe duke qenë dhe geg, ka një shprehje që lidhet edhe me drejtsinë, edhe me sigurinë, po edhe me gegët. Që kur doli shkresa, iku besa. Tani, mbas kaq vitesh nga ky postulat
i nxjerr nga populli geg, Partia Socialiste dhe zoti Rama vendosën tavolinë të gjithë, po themi, politikanëve më përfaqësues, deputet, ministra dhe drejtues të qarqeve, një kod atje, një libër, vendosin besën. Ç'lidhje ka kjo besa, zoti Ndreu? S'kuptova asgjë, unë ju kuptova gjë? Po kuptova. Ç'a kuptova? Po kuptova sepse sot në këto kushte rrethana, kur protesta është kaotike totalisht, ku s'dihet kush është i parë dhe i dyti atje, që shkon e zjen, njëri bën konvente, tjetri bën veze, tjetri shkon e bën, sot kemi ardhur të hanë pime etj aty, pra që është një kakofoni pjesëmarrje totalisht pa bosht, pa gjë. Po. Në këto kushte, kur ata nuk po krijojnë dot një informacion politik, në kushtet kur Berisha i ka futur hund direkt në protestë, është identifikuar si pjesë e protestës, atëherë i takon qeverisë që të reflektojë. Kujt i takon? Ky është reflektim? Po sigurisht që është reflektim. Duke i dhënë një, po themi, një libër atje me emrin Besa, ç'lidhje ka Besa? Edi Rama ka reflektuar dhe ka kuptuar se jo të gjitha gjërat shkojnë mirë në qeverisin e vendit. Dhe kjo bëhet me anë të Besës? Tash ti mund ta qush, ju merrni një fjalë Bese. Po ju më është titulli i materialit? Ai thot, po shumë mirë. Ai thot që unë i kam identifikuar gjithë problematikën që merri nga rryma e fillimit që deri këtu jemi okay. Shumë mirë. Ka identifikuar grupin e njerëzve që dolën atje për të kërkuar realisht diçka. I ka identifikuar. Edhe këtu jemi okay. Ka marrë sinjalet e duara të kërkesave që ato kanë bërë. Edhe këtu jemi okay. Dhe i ka vu këtu në tavolinë. Po pse Besa? Më fal, po si do ta zgjidhësh ndryshe? Pa Besë. Bëhet me Besa, pse me Besë punon ti në krye të bashkisë së Lezhës? Fjalë shqiptare mos e është e përdorshme, mos është e papërdorshme. Jo, ajo bëhet me shkresë, jo me Besë. O më fal një minutë, edhe me shkresë. Unë jam tos vet, po nga gegët e kanë dëgjuar. Jo, edhe shiko. Që kur doli shkresa ai ku Besa thoni ju. Ma gjë, nuk jo çdo shprehje është absolute. Jo, po ti e bën me shkresë Bashkinë e Lezhës. A ka mundsi, jo çdo shprehje është absolute. Kur kam shkuar në Bashkinë e Lezhës, njerëzit kanë pasur një perceptim shumë të zi për mua. Por kur kam punu pastaj, kur i kam dhënë... Ta ka bërë politika? Jo. Kur kam hyrë pastaj kam punu, njerëzit kanë kuptuar se ky mund ta bëjë ndryshimin, mund ta bëjë gjë, edhe ndonjë gjë që e bëj gabim. Për ka plot gjëra që nuk shkojnë ashtu si duhet, dhe njerëzit prapë besojnë të unë se ky mund ta ndryshojë. Atëherë këtu hyn ajo që thotë Besa dhe ka sens fjala Besë, sepse pavarësisht se unë kam gabuar në 5 gjëra, ju e dini se unë mbaj dhe mundem me ndryshu dhe sot në këto kushte rrethana që kemi, është i vetmi Edi Rama që mund të bëjë një transformim të kushtet. S'ka njëri tjetër, për momentin. Po prodhojeni pra, një forcë politike aty në shesh. Ku është? Apo Saliut, realisht. Do të shkojmë zgjedhje parakoshme nesër. Ke qef? Do të po të shkoni zgjedhje parakoshme fiton pse e prapë, jo duke thënë. Po si do? Jo, mund të bëni pyetje kush fiton nesër, nëse shkojmë, nëse Rama jep dorëgjën sot. Jo, me ato opozitë, me gjendjen e opozitës keni drejt, fiton Partia Socialiste, po kjo nuk është fitore. E disa është kota PD-s, besoj e din, sot. Sa është? 19%. Sa? 19%. Këto janë sipas sondazheve që keni kryer ju, si parti? Kur pse nuk ka pas sondazhe të gabuara? 19% partia. 19% në gjitha llojet e sondazheve. Po mirë, pse shkoni zgjedhje parakoshme? Fitoni me. Pse ne përçajemi për ta futur vendin në kolaps? Prap ne do vim. E prap ne do fillojmë të bëjmë marrëdhënie me njerëzit. Po ne jemi këtu. Si do shkojmë? Do të shkojmë. Në fundit, nëse duhet do të shkojmë. Çfarë problemi ka? Nëse kemi frikat punë. Po bëni. Po nuk do ta bëjmë për momentin sepse kemi një zgjidhje, kemi qeverinë, kemi mekanizma dhe ne po. Kryeministri reflektoi. Ju kapeni një fjalë Besa. Unë mendoj që kryeministri ka kuptuar gjën. Dhe kjo është pozitive. Kjo vetëm më marr pozitive. Vërtet ju duhet të ngreni një hipotezë. Vërtet e ka ky që duhet ta ndryshojë këtë gjë? Dhe këtu keni 1% ka për të bërë revolucion. Kush do bëjë revolucion? Ai, kryeministri i Zoti Rama? Po revolucioni sigurisht ky i flamingove, çfarë revolucioni do bëjë Rama? Revolucioni i flamingove ka ngeli sorra dhe mirë thotë ai. Kanë ngel të Saliut, tash i kanë ngel ca qytetar, mos ja amhakun, por e kanë marrë në dorë tjetër kush. Nuk fryhet më. Tani ajo që... Po e ke vurë re, nuk ngjitet më, një protestë, unë kalova mram aty, me të thonë drejten, merdi gjyna. Jo, ti ke fërkuar duart për leri këto tani? Landi, unë nuk kam dyshim asnjëherë se unë jam mësuar me protesta. Kam qenë në policinë e shtetit, vetëm kur ka fitu Gjela, ka fitu Rama në 2003,
janë bërë 40 ditë protesta, do kjo ja ka kaluar. 40 ditë aty në bulevard. Unë jam mësuar dhe di formatin e protestës dhe di ku çdon qeveria, ku mund të rrezohet qeveria. Me këtë format kur s'ka kanë producion vërdall, po se porzon qeveri ky format ose një ditë që çohet PD-ja pesh dhe e furnizon e vinë dhe ca e furnizojnë nga rrethet, edhe duke sigurisht Bonami, nuk rrezohet qeveria me këtë formulë kur.